Kanë kaluar më shumë se një vit e gjysmë nga përfundimi i afatit zyrtar të punimeve për rikonstruksionin e ambientit të Bankës Qendrore, por punimet në këtë godinë vijojnë ende. Banka vijon të paguajë miliona lek për ambientet që ajo ka marrë me qira, ndërsa pyetja që shtrohet është se a do të penalizohet firma që ka shkaktuar këto vonesa? Kontrolli i lartë i shtetit i ka sugjeruar prej kohësh bankës që sipërmarrësi që ka shkaktuar vonesat të marrë përsipër edhe pagesat e qirave për godinat ku qëndron sot i gjithë stafi. Shifra e këtyre qirave arrin në $1 milion në vit. Për ekspertët, pagesa e një shume të tillë në kushtet kur e gjithë ekonomia është në ngërç, është një luks i tepërt. Ajo është vërtet një, le të themi, kërcënim ndoshta edhe i funksionimit normal edhe të qartë Bankës Qendrore, Bankës së Shqipërisë. Për vetë faktin sepse banka aktualisht është ndarë në zyra të shkëputura njëra nga tjetra. Është bërë një kohë gjatë, normalisht një godinë simbol i Tiranës, e cila ndodhet aktualisht në një gjendje skandaloze. Kjo është tabela e cila njofton fillimin e punimeve në janar të vitit 2011, ndërsa kohëzgjatja e tyre është 23 muaj. Nga banka nuk ka asnjë shpjegim lidhur me këto vonesa, por paralelisht me këtë situatë edhe kjo godinë, simboli i periudhës së komunizmit, Ish Hotel Dajti, prej 3 vitesh është në pronësi të Bankës Qendrore. Edhe pse blerja e saj në 2011 u justifikua për nevojën e bankës për ambiente, në të nuk është kryer asnjë punim. Blerja normalisht gjithë e dim që është bërë për të stimuluar normalisht arkën e qeverisë në atë periudhë. Me sa duket zgjidhja nuk ka qenë zgjidhja e duhur. Çfarë ndodh me godinën, cilat janë afatet, normalisht për çdo punim që bëhet, siç e dini, duhet të ketë një tabelë informuese. Institucioni i Bankës së Shqipërisë është përmendur në auditin e kontrollit të lartë të shtetit, por edhe mes ekspertëve të fushës për shpenzime të tepruara krahasuar me gjendjen ekonomike të vendit. Këto shpenzime vijnë edhe nga pavarësia absolute që ka ky institucion, por vjedhja e thesarit të shtetit solli në vëmendje se kjo pavarësi ka nevojë të rishikohet nga parlamenti. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendos të ulë me 0.25